Travel and Tour World e ka vlerësuar parkun kombëtar Divja Karavasta, një atraksion kryesor për turistët vendas dhe të huaj, fal pozicionit të tij unik në Bregdetin e Shqipërisë. Zona e njohur për diversitetin e saj, peizazhin gjeografik bregdetar dhe rrjetin e shtigjeve, u vizitua nga 305.620 turistë vendas dhe 117.780 vizitorë ndërkombëtar. Piku i turizmit ishte muaji korrik, pasi më shumë se 52.000 turistë vizituan zonën duke shijuar natyrën e qetë dhe të bukur të parkut. Parku Divja Karavasta është vetëm 85 km larg kryeqytetit të Shqipërisë Tirana dhe 20 km nga qyteti i Lushnjës. Vizitorët e parkut mund të udhtojnë me makinë, por ka dhe autobus dhe transport publik nga Tirana dhe Durrësi. Vendodhja e përshtatshme pranë Bregdetit dhe qyteteve kryesore e bën parkun një destinacion ideal për udhëtime ditore dhe vizita në fundjavë në natyrë, si për turistët ndërkombëtar, ashtu edhe për ata vendas. Parku kombëtar Divja Karavasta është një nga destinacionet më të rëndësishme për ekoturizëm në Shqipëri. Parku me një sipërfaqe prej 23.000 hektarësh është shtëpia e një larmie të pasur bimësh dhe kafshësh dhe një parajs për të gjithë vëzhguesit e natyrës dhe zogjve. Parku ka lagunën e Karavastans më e madhja në vend, me rëndësi të madhe në fenomenin e migrimit të zogjve, veçanërisht në lidhje me pelikanin dalmat të rrezikuar. Parku gjithashtu ka mbi 250 lloje zojsh, gjë që e bën atë një vend të shkëlqyer për vëzhgimin e zogjve dhe një vend me rëndësi globale për mbrojtjen e jetës së shpendëve. Për turistët që adhurojnë natyrën dhe jetën e egër, parku kombëtar Divja Karavasta ofron një mundësi unike për të shijuar natyrën e qetë dhe të paprekur. Parku është i pasur me ekosisteme natyrore dhe ka një larmi ekosistemesh si kallamishte, këneta të kripura dhe duna bregdetare. Gjithashtu vizitorët mund të bëjnë ecje në natyrë, ciklizëm dhe shkrepin foto. Parku kombëtar Divja Karavasta është një ilustrim i përkryer i kontributit të ekoturizmit në zhvillimin ekonomik dhe ruajtjen e natyrës. Ky trend tregon interes të madh në mbar botën për turizmin e qëndrueshëm dhe të fokusuar në natyrë. Ekoturistët tërhiqen nga mundësitë e gjëra të ekoturizmit në Shqipëri dhe biodiversiteti i pasur. Me rritjen e numrit të turistëve në park, të ardhurat e ekonomisë së komuniteteve lokale të varura nga turizmi gjithashtu do të rriten. Të ardhurat e komuniteteve lokale vijnë nga restorantet, akomodimi dhe turet e udhëhequra në natyrë. Parku kombëtar Divja Karavasta është një shtyllë për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të industrisë së turizmit në Shqipëri.